Korespondentja e Vizion Plus në Vlorë, Frosina Papa, do të na jap më shumë informacion rreth situatës. Frosina, përshëndetje. Avioni rreshet dhe ka ende rrezik për daljen e lumit të Vjos nga shtrati? Për shkak të rreshtjeve të dendura dhe me intensitet të shiut dhe prurjeve të mëdha në lumin Vjosa, situata në zonën përreth vijon të mbetet problematike dhe shqetësuese. Rreth orës 6 të mëngjesit, ujërat e lumit arritën kuotën maksimale të themi 8.30 metra. Ndërkohë që pas orës së 10 po të ditës së sotme, u filloi largimi i ujit. Aktualisht unë kam informacionin më të fundit të orës 18, ku niveli i ujit tashmë është në kuotën e 7.8 metra. Po përsëri themi që është një pikë nevralgjike lumi Vjosës, ndërkohë që mbrëmjen e së enjtes janë evakuar disa familje, 11 familje nga Novosela dhe 3 familje nga fshati Fitore. Tokat bujqësore rreth zonës janë të pushtuara nga uji, po fatmirësisht ato nuk ishin të mbjella. Ndërkohë që rreth mesditës uji që vërshoi në Novosel arriti të përmbyt një tertore, u mundsua evakuimi i bagëtive, por nuk u shpëtua dot ushqimi i bagëtive, i cili u përmbyt së bashku me mjediset e tertores. Nëse i rikthehemi prapë Vjosës, është pika nevralgjike, të cilës nuk i zihet bes për momentin. Themi që ka rënje të ndjeshme, ka tërheqje ujë, por lajmet nga Tepelena dhe Përmeti vinë dhe thonë që ka prurje të mëdha të lumit, kështu që vigjilenca është patjetër. Ndërkohë që nëse i referohemi të themi Bashkisë Vlorë, jemi në Bashkinë e Vlorë, me njësinë administrative të Novoselës, në Bashkinë e Vlorës, edhe pse shiu nuk ka ndalur gjithë ditën, nuk ka pasur asnjë problem. 2 hidrovorët e qytetit janë me kapacitet të plot. Nëse shkojmë pak më tej që rrethit të Vlorës, Bashkia e Selenicë ka pas një problem shkarjedherash në segmentin Roms Selenicë, i cili është riparuar, ndërkohë që një gjë e tillë ka ndodhur dhe në Bashkinë Mar, është aksi Shën Vasil Nivic, i cili dhe ai është riparuar, ka mundur të fillojë qarkullimi, ashtu siç e thamë. Falenderoj Frosina për të gjitha informacionet.